Duke uruar që ta keni nisë mbar javën, doja që ta nisja diskutimin për këtë javë me çështjen e integrimit. Është një çështje që ka qenë kryefjale ditës, e javëve dhe muajve të fundit, sigurisht jo për arsye të duhura, por unë sot dua të ndalem tek gatishmëria, sidomos ke gatishmëria e biznesit për procesin e integrimit. Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve e kryesisht atyre prodhuese janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që integrimi duhet të kishte qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë e gatishmërisë së biznesit me kosto dhe përfitime duhet të ishte bërë me kohë. Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet, a janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë, a i kanë punonjësit e kualifikuar apo jo. Ndërkohë që njëjti diskutim është edhe për sa i përket hapësirave ekonomike dhe boshllëqjeve ekonomike, duke nisur nga pagat tek pensionet, tek çështjet sociale, për cilët fatkeqësisht Shqipëria është e fundit e rajonit. Për këtë arsye, kur themi që procesi i integrimit duhet ishte fjalë e ditës dhe duhet kthehet në prioritet kombëtar, pikërisht këtë kemi. Bërjen gati të shoqërisë shqiptare, se integrimi nuk është miratim ligjesh në letër, është ndërtim standardesh e institucionesh në praktikë.